përsëri nga fillimi një Në Itali kur ikat zoti Gjekmarkaj? Unë kam ikur në fillim të vitit, në fund të vitit 96. Në fund të vitit 96? Po. Dhe pastaj iket për studim apo iket si emigrant? Jo, ikas si emigrant, po e kuptova që e kam vështirë ta bëja me gjithë respektin për çdo emigrant, mirëfilli emigrantin, pashka se e kam bërë gjitha punët. Po, u nisë si emigrant? U nisa pastaj. Ku shkuat? Po në fillim shkua me anije në Brindisi. Me anije kështu nga këto pirate? Jo, peshkaregja, ato edhe... Po klandestin? Klandestin. Ke ikur klandestin në Itali, e? Natyrisht. Nga Shëngjini? Nga Shëngjini. Wow! Pastaj kemi ndenjë një farë kohën e Pisa. Po? Ku pa isëm me dokumenta, fillova pas një viti. E bërë një foto besoj atje? Kam bërë disa foto. Atje të kulla? Po atje kam punuar 40 ditë në fakt. Ku ke punuar 40 ditë? Duke hapur kanal 46 ditë. Aty kam bërë dokumentat e parë në Itali, praktikisht kam marrë përmesën. Të kulla e Pisës? Permesso di soggiorno që... Po jo, prit, mos i thuaj ka shpejt, se mua po më pëlqen shumë kjo historia. Se ke rrëfyer në një këtë? Jo, se kam rrëfyer, po prit tani. Pyetur, por si murator aprendiz, si murator fillestar dhe paguesha 46.000 lekë në ditë. Ke punuar si murator, ë? Aty murator nuk me besonin për qenë një murator i denjë, por si nxënës murator, hapja kanal, ndihmoja muratorët dhe... Në 96 gjithmonë ke? Po, e kam bërë këtë punë për rreth 45 ditë, 46 ditë, dhe pastaj e kam braktisur. Kam filluar punë të tjera, derisa gjeta rrugën dhe u regjistrova në Universitetin La Sapienza. Po pse të kulle Pizës? Po atje u vendosëm, në Pisa, atje na quan në lanë sakone. Jo, puna si që ke hapë një kanal, pse? Se mos lëvizte më kullare. Jo, nuk mbaja kullën si Herkuli, po isha aty sepse na quan atje, jetonim një kamp që mbaj nga shteti italian. Jetoj në kamp, po? Po, dhe për të bërë dokumenta duhet gjej një punë. Dhe ajo punë mu afru në atë kohë, nuk e përbuza, kuptohet, me shumë dhimbje fizike se s'isha mësuar. I kështë duar të buta? Të bën me kallë? Të buta, mu bën me kallë, mu bën gjithë trupi, ditë e parë nuk doja shkoja farë në punë, me shtynim kushinjtë e misë, këndo digjeshin dokumentat, si përfunim ju binda fatit, shkova e dara dokumentat. Ti djalë fshatit tani, si ke bërëj punë atje në Lezhë? Po s'kam bërë kur, se printe mi me kishim mbajtur, donin që... Pas kam mbajt me pekule? Pa e sa kishin mundësi, po donin që unë vetëm të studioja dhe jo si kishin qëllimin që unë të besha ndonjë intelektual, pas o kohë ishte komunizëm, u t'i shpëtoja kooperatives. Edhe të ikja nga... Dhe të zbeja si punë në shpi? Po praktikisht s'kam bërë asë një punë. Po sa fëmijë jeni në shpi ju? Jemi 2, motra ime që është mjeke dhe unë, motra është 4 vjetë me e madhe. Kështë bëndë punë në shpi, se po më çudit tani? Barën e kam bajt nëna ime shtëpisë. Heroina? Po, ndërsa jetesën e ka përballuar e matë, kuptohet, ishte peshkatar. Dhe nga Pisa pastaj ku kaluat? Pastaj nga Pisa kam punuar për një kohë në zonën e Markeve, afër Ankonës në një fabrikë që prodhonte plastik. Kam bërë kamarierin derisa gjeta rrugën dhe shkova regjistrohem në universitet. Ku? Në cilë universitet? La Sapienza të Romës dhe... Direkt La Sapienza? Ndikimi në fakt i patër zëpthumi që unë të beja këtë. Se unë e kisha përgatit si pyetje, po? A i ju ndihmoi? Unë kam patur fatin që kur isha student të rria shpesh të hylli drites nga që kisha lidhje farefisnore. Po? Me Aurel Plasarin e patër zëpthumi dhe ishte ambient që kujtoj gjithmonë me një, e ke quaj si fat, si puthje nga fati që kam patur të rrinë atë ambient tillë, të rritëm kulturalisht në ambientin e hyllit drites. Dhe erdhit me takonte dhe me tha që kjo jetë që bën ka kuptim, tha, vetëm qoftë se ke një qëllim me të lartë, dhe qëllimi me i lartë justifikon çdo punë që mund të bësh, sepse për të jetuar në këtë mënyrë ti mund të jetosh në shtëpinë tënde, sepse gjërat minimale nuk të mungojnë. Pavarësisht që Shqipëria atyre viteve ishte ende me varfërs nga që është sot, me pak mundësi, por gjithsesi nuk është se vuaja për gjërat e vogla. Ka kuptim që të plotësohesh kulturalisht, të shkollohesh me mirë, të bësh një shkollë të vërtet. A zëflumbi? Po, dhe kjo ka qenë ndoshta ajo shtytja. Kur ishit në Shqipëri? Jo, kjo atje në Itali, kur errit me gjetje atje ku isha. A erdhi ai të gjetje atje? Erri me gjetje. Tani, ju keni lidhje familjare me atë zëflumin? Po kemi, sepse ai është Gjekmarkaj në mbi emër. Emri i tij ka qenë Prek Gjekmarkaj, por me koncilin e dytë, pastaj me koncilin e dytë, më fal,
kur koncili i parë obligonte ata që i hynin me shtarisë të ndronin emrin si devocion ndaj Zotit. Për shembull, Gjergj Fishta nuk ka patur emrin Gjergj Fishta, ka patur emrin Zef Ndoka. Zef Pthumi e ka patur prek Gjekmarkaj, por ka zgjedhur këtë emër. Pastaj kur koncili i dytë ndryshoi rregullat, nuk lindi më nevoja që ti ndryshonin emrat, por ndërkohë Patër Zef Pllumi e kishte. Do të thonë, ju po thoni që as Zef Pllumi u tha që ti duhet të arsimohesh këtu në Itali. Duhet bësh t'i japësh vetes një kuptim intelektual me qenë se ti këtë qëllim e ke dhe këtë brumë e ke. Ju konkuruat, garuat? Unë u regjistrova pastaj në Universitetin La Sapienza, si pranuar? Bëra gjithë dokumentacionin. Aplikimin. Isha mbaruar, çova diftesën e shkollës mesme, gjitha dokumentet në vetë ambasadës. Këtu diplomuat, e mbaruat diplomuat? Po, jam diplomuar. Për çfarë këtu, letërsi? Po, letërsi dhe pastaj fillova universitetin atje. Po atje në La Sapienza për çfarë studiuat? Letër e filozofi gjithmonë. Letërsi italiane? Po, letërsi italiane. Tani, Zef Pllumi ju ndihmoi financiarisht? Po jo. Çdo ndihmonte financiarisht, ishte prift, nuk është se kishte ndonjë vetëm pjesa shpirtërore. Ai më ndihmoi me këshillën më të vyer ndoshta të jetës që do ta bësh te kapërcimka, sepse unë nuk të shoh ty ka të suksesshëm, se nuk është turp të punosh, edhe nëse do punosh, por nuk të shoh që je i lindur për të bërë as muratorin, as kamarierin, as punëtorin e fabrikës. Por se nëse do e kishe këtë mundësi, puna është nder, çdo punë që do bësh. Por shoh që ti ke një brumë tjetër, ke dëshira të tjera në sirtar, dhe këtu është vendi që ti mund të plotësohesh kulturalisht dhe intelektualisht. Tani, ma thuaj edhe një herë, çfarë të bie fiks atë Zef Pllumi, se thash Gjekmarkaj? Gjekmarkaj është. Është kushëri i dytë me Timat. Kushëri i dytë i babait tuaj? Po. Si kushëri i dytë? Po kushëri si bie tani? Prindrit baballarët e tyre? Gjyshi im dhe gjyshim dhe babai Patër Zef Pllumit janë fëmijë xhaxhallarësh. Fëmijë xhaxhallarësh. Pas ke qenë me fat zotë Gjekmarkaj? Kam qenë me fat jo thjesht se nuk është ndonjë merit të kesh kushëri dikënd, por fati ka qenë që kur erdha unë me studime në Tiranë, ai aso kohë kishte pak 2 vite që kishte dalë nga burgu. Edhe rrethana të poqen që ta afrohesha, ta frekuentoja ambientin edhe prej profesor Aurel Plasarit, që aso kohë ishte i pari kryeredaktor laik i Hyllit Dritës, ishte një ndryshim i madh, ajo ishte një revistë shumë prestigjioze, edhe mendoj që ishte ambienti më i mirë kulturor që Shqipëria kishte aso kohë, i papërsëritshëm, dhe unë kam patur fatin disa vite të jem pranë tyre. Edhe ato me kanë ndikuar, dhe kur kam ikur pastaj nga Shqipëria, kam patur gjithmonë të nostalgji dhe këto kujtime. Kështu që për të përgjigjur pyetjes tuaj kush jam unë jam një njerëz zakonshëm si gjithë tjerët që ka anën e vet emocionale, ka dhimbjet e veta, ka trishtimin e vet, ka gëzimet e veta. Do vim këtu se nga smove më hape një gjë kaq të bukur që më pëlqej kjo e atë Zef Pllumit, zoti Gjekmarkaj, me vërtet jam shumë i kënaqur që jemi futur në këtë ulli. Është një lapidare dhe është bërë virale ajo që ka thënë atë Zef Pllumi që nuk e kam kuptuar asnjëherë se si një popull nxjerr kaq shumë rrugaça. Një popull kaq i vogël nxjerr kaq shumë rrugaça. Tani, prit ta bëj pyetje. Ajo ka patur një sfond real historik, ka qenë një moment kur në rrugët e Shkodrës në vitin 1946 mësuesit e tij Atë Gjon Shtllaku, filozofi, Padre Fausti dhe Padre Dajani, 2 italian, por 2 prifta dhe profesorët e liceve të Shkodrës, ishin lidhur dhe rrugëve të Shkodrës bështyheshin nga njerëzit dhe këndoheshin këngët Hakmarrje e rinit dëshmorit thërret. Edhe në këtë... Si mund të bështyhni shkodranët? Nuk e di kush ka bështyr, por një pjesë e njerëzve aty bështynin dhe hillnin gjëra në drejtim tyre, mjafton të lexosh librin në rronë vetëm për me tregu për ta. Ai libri që çdo shqiptar duhet ta ketë. Një libër monumental. Duhet ta ketë dhe vazhdon ribotohet, se ka dalë një ribotim tjetër, do të thonë Uabita, sa ribotime ka? Është pa ribotu pafund, është ndoshta është libri më bestseller i këtyre 34 viteve në Shqipëri. Dhe aty ai arrin në konkluzionin është një thyrje, një moment dëshprimi ku thotë si ka mundësi që një popull kaq i vogël të nxjerrë rrugaça kaq shumë që elita e kombit
dhe njerëzit me vlerë që kishin më shumë në Shqipërisë, më shumë se kushdo tjetër, trajtoheshin atë mënyrë që shkonin drejtare. Në fakt, kur të del aty në YouTube, ajo është, sikur e thot edhe për tani, deri te 46. Tani, në këto momente, vlen thënia e Padrës Zeplumit, se ti je në politik tani. Shiko, sentencat kanë gjithmonë një vlerë edhe historike dhe aktuale. Sigurisht Shqipëria sot nuk është Shqipëria vitit 1946, është një Shqipëri me lirë, me plurale, me emancipuar, por ne s'do ta harrojmë kurrë historinë në mënyrë që historinë e keqe, sepse do ta kujtojmë historinë e mirë, do të marrim mësime prej saj, po historinë e keqe nuk do ta harrojmë vetëm me qëllimin që ajo kurrë mos përsëritet. Çfarë ke marrë nga atë Zeplumbi? Ati yt shpirtëror. Shiko, ishte njëri pa zakon në formatin e tij, ishte fenomen kulturor, ishte një hero nga pikpamja karakteriale, sepse duroi 26 vite burgje. Unë nuk mendoj se i ngjaj ndonjë gjë, se s'kam asgjë heroike, nuk kam as për masën e tij intelektuale, kulturore, thjesht kam patur fatin të jem shumë afër. S'ke marrë asgjë nga ai? Po nuk duhet ta them këtë, nuk e di ne kam marrë ndonjë gjë apo jo, nuk më takon mua ta them, nuk kam fuqi ta përkufizoj veten në raport me atë. Ai ishte një monument do të derisa ishte gjallë, monument i gjallë dhe tani një monument dhe simbolike e asaj rezistencë, ju e thatë pak a shumë me fjalët tuaja, por kam vënë re zoti Gjekmari që ka ca tendenca që duhet ta përdorsin edhe një figurë të tillë, nxjerrin në një gjë ndonjëherë kundër Zeplumbit, ke parasysh një foto që donte ta rratisej, pastaj që jo ka qenë bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, do dhe aty në rrjetet sociale tinës me emra të fshehur dhe e sulmojnë. Ka bërë shumë përshtypje. Si mund sulmohet Zeplumbi? Po, a pyete si ka mundësi që të ketë njerëz që bështynin mi Gjon Shtakun? Ka gjithmonë ky vend, dhe çdo vend, nxjerr le të themi negativitetet e veta dhe është ajo shprehja që rrufeja bie mbi lisat e gjatë. Dhe në këtë rast rrufet e tilla deri te agent sigurimi se i lexoja dokumentet. Rrufet e tilla të mediokritetit, të smirës, të njerëzve që u thyen, që u përbalten, sigurisht që do bien mbi ata që qëndruan, mbi ata që krijuan modelin e virtytit, modelin kulturologjik, modelin e shqiptarit i cili i flet bashkëkohësisë duke ardhur nga historia. Përsëritim këtu, ke pasur një moment të vështirë gjatë jetës tënde në Shqipëri deri në 90-ën, pra gjatë regjimit komunist, me që pas keni pasur këtë lidhje edhe me Zeplumbin, po edhe me të tjerë, sepse për këtë vërtetës besimtarët katolik janë goditur më shumë se çdo komunitet tjetër në Shqipëri. Po ne kemi qenë në periferi të zhvillimeve, kupton, kemi qenë po sigurisht që e kemi ndirë peshën dhe ruheshim gjithmonë që në shkollë mos të flisnim për... Quheshit të persekutuar ju? Kemi qenë të prekur, nuk e di se si fjala që përdore së kohë nuk ishte i persekutuar. Nuk ishte të preferuar? Jo, nuk do të themi gjë tjetër, nuk përdore fjala i persekutuar, ishte i prekur. I prekur. Më kujtoj i prekur. Nga pikpamja letrare. Se çka kishit bërë ju që quheshit prekur? Po ja, lidhja me Zeplumbin, Xhaxhai nënës time ishte i pushkatuar. E Xhaxhai mamas? Ky Zeplumbi është nga baba kushri, nga nana kisha Xhaxhain e nënës pushkatuar, pra ishim në një... Po shkollën ta kanë nxjerrë apo? Po unë kam ikë 92-shin në shkollë. E ke ikur vonë? Kam ikur vonë. Po na e thuaj këtë. Do po çfarë bëre deri në 92-shin? Po isha gjimnazist. Në gjimnaz nuk më ndalonin dot që më shkoja. A do të mbarove gjimnazin në 92? Jo, kisha përshtypjen mos e kisha mbaruar më herët. Pavarësisht se dukem nga thinja dukem më i vjetër, po jo se thashun këtë. 1991. Se mua më kujtua Marku i shkret që as i dhan as drejtën studimit të çuan në ushtarë. Unë në 1990 kam qenë 16 vjeç. Kjo gjimnaz dhe kam mbaruar në 92-shin gjimnaz. Zoti Gjekmarkaj, unë personalisht kam pritur shumë në politikë prej jush. Dhe e them këtë. Sepse niveli juaj akademik, intelektual, jo thjesht se jeni diplomuar në La Sapienza, jo, por e keni treguar këtë me shkrimet tuaj, me botimet tuaja, dhe thash edhe njerëz dua ta përsëris, por vlera juaj në fakultet ka qenë e tillë që unë prisjam shumë për jush. Keni bërë disa kapërcime që
Nuk e di se si do t'i shpjegoni sot. Me Bashën kundër Bashës, kundër Berishës pro Berishës. Tani këto kapërcime si ndihet sot, si i shpjegon sot? Ka qenë një kohë e pazakontë, koha kur unë u përfshija në politikë, dhe ende më e pazakontë për Partinë Demokratike. As në ëndrrën më të keqe dhe në imagjinatën më të largët, nuk da kisha menduar kurrë që Partia Demokratike do përfshihej në një konjunkturë të tillë ndërkombëtare, në një konflikt të brendshëm, le të themi, me vetveten, dhe që do krijojë një raport i çuditshëm me mbështetësit dhe votuesit tanë nga gjithë kjo situatë. Edhe në fund prevalon ndoshta vetdia që Partia Demokratike është një aset që i duhet Shqipërisë, i duhet e bashkuar, i duhet e fortë, i duhet për të bërë ndryshimin. Dhe përfaqëson interesat e gjysmës së shqiptarëve, dhe ajo nuk e ka luksin as të përçahet, as të vetvritet, as të vetë zgjesohet, por i duhet kurajo për të dalë mbi pasionet personale, mbi qëndrimet e çastit, mbi algoritmet që provojnë emocionet, dhe duhet triumfoj ndoshta arsyeja e ftohtë dhe dëshira që të respektohet vullneti i shumicës, se në fund të fundit ju e dini shumë mirë që në demokracia numrat që vendosin janë shumica që i japin portret dhe karakter një partie politike, janë ato që përcaktojnë kush është lideri, nuk janë ndoshta qëndrimet e izoluara intelektuale dhe shumë çka tjetër, por e vendos raporti që krijon vota ndërmjet individit dhe pjesës tjetër të një partie. E tha ta që embël aq but, po kështu, do të thënë nuk kam ndërmend ta them ndryshe sa do që t'insistosh. E di çfarë, sa njoftova që është agron Gjekmarka, tha pse më shkruanin disa, si kërceu këngën e Sali Berishës. Kjo është me humor, po unë do ta vëj një sekuencë aty se si kërcyet juve, dhe do doja dhe përgjigjen tuaja do doja me humor. Nëse ka, dhe unë detyrova që do ta bëj këtë pyetje. Ora zoti Gjekmarka, jo zoti Bardhi. Ora ty. Ja, jeni. Me audio të lutem se nuk dëgjohet? Ja, po është mirë edhe kështu. Është mirë edhe kështu. Okej. Ore kërcej e bukur ti. Çdo gjë ka një shpjegim. Pa na shpjego pak. Kjo ka qenë një festë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Po? Aty ka qenë ora 1 apo 2 e natës, kam përshtypjen. Po? Ambientin tim. Kishit pirë? Jo. Pi normalisht, nuk është... I gotë verë? Unë nuk jam klerik që unë e pi i gotë verë gjithmonë, por nuk e teproj kurrë. Po? Po kush e filmoi aty? Nuk e di, nuk jam interesuar, por ka qenë një gjë intime, pastaj e pash, nuk pata ndonjë keqardhje, sepse... Jo, qeshe kur e pa? E kalova me humor, nuk është se u shqetësova shumë për këtë. Ka audio, lutem regjia, ka audio kjo? Zoti Gjekmarka, zoti Berisha ju ftoi të kalonit nga Partia Demokratike zotit Basha në rithemelim? Unë jam dorëhequr me 7 mars të vitit 2022, si në kryetari i Partisë Demokratike, ku kryetari së kohë ishte zoti Basha pas humbjes në zgjedhjet e pjeshme në qytetin e Shkodrës, në qytetet e tjera ku bën zgjedhje, ku Partia Demokratike zyrtare doli e treta praktikisht. Zgjedhjet e pjeshme të marsit? Po, mi kam kërkuar aso kohë zotit Basha të dorëhiqej, sepse kuptova që nuk tërhiqte më dhe partia po shkonte drejt një përçarje. Për një kohë gjatë kam qëndruar asnjë anës, madje jam tërhequr nga debati politik dhe publik, me shumë dilema nëse duhet ta vazhdoja apo jo politikën. Pastaj filluan proceset e bashkimit të Partisë Demokratike në fillim e parlament në betejë, sepse kuptuam një opozitë me 3-4 grupe, thjesht ishte një dëm jo thjesht për opozitën vetë, po dhe 8 janari pastaj. Dhe për vendin, 8 janari ishte para 6 marsit. Po. Në marsi ishte... Jo, po 8 janari është kulmi, po them.